Rrjedhi kombëtar i shoqërisë civile shpreh ndjenjatën e thellë për racarimin e pavënd të klimës politike në Shqipëri, ndërsa publiku shqiptar është në pritje të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve vendore të 8 maj 2011. Ata dënojnë frymëzimin politik dhe deklaratat luftënxitëse që kanë prodhuar akte dhune dhe vandalizëm në rrethe të ndryshme të vendit, ndërsa kërkon ndërprerjen e menjëhershme të presionit fizik e politik mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si institucionin kryesor i cili ka tani fjalën e administrimit të votës së popullit. Rrjedhi kombëtar i shoqërisë civile i bashkohet korrit të zërave të arsyeshëm nga brenda dhe jashtë vendit për të lejuar institucionet që të bëjnë detyrën e tyre deri në numërimin e plotë të çdo vote. Ne besojmë se vetëm kështu Shqipëria do të jap fund epokës së zgjedhjeve të tunuara dhe pretendimeve për legjitimitet të cënuar të përfaqësimit nga secila palë. Rrjedhi kombëtar i shoqërisë civile konsideron se deklaratat e Komisionit Evropian, të përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të europarlamentares Doris Pack e të tjerë janë në unison me interesat madhore të popullit shqiptar dhe mbrojnë vullnetin e qytetarëve për të thelluar procesin e nisur të integrimit evropian të vendit. Këto ngjarje të fundit janë në vizionin ton vazhdim i orkestruar i qëndrimit të mëparshëm të ndonjë pale e cila refuzoi paraprakisht të deklaronte njohjen e rezultatit të zgjedhjeve në rast të humbjes së tyre me votë. Rrjedhi kombëtar i shoqërisë civile i gjen absurde protestat e opozitës në qytetet ku ajo është shpallur fituese e zgjedhjeve, po ashtu bllokimet e rrugëve kombëtare, marshimet drejt Tiranës dhe tubimet e palishme të deritanishme përbëjnë një precedent të rrezikshëm të kulturës politike në vend dhe cënojnë në rënd përparimin e shënuar në zhvillim dhe administrimin e zgjedhjeve të 8 majit. Asnjë akt dhune apo formë presioni nuk prodhon legjitimitet dhe nuk favorizon asnjë palë. Aktet e dhunës dhe vandalizmi në këto çaste do të ishin vetëm një akt kriminal kundër imazhit të vendit dhe kundër përcaktimit plebiscitar propagandimor të shqiptarëve. Ne jemi të bindur se publiku shqiptar, ashtu si deri më tani, nuk do të bjerë pre këtyre ngjarjeve të shëmtuara që evokojnë në mënyrë perfide imazhet e vitit 1997. Rrjedhi kombëtar i shoqërisë civile gjithashtu kërkon të gjitha palëve që të respektojnë ligjin dhe të shmangin provokimet, ndërsa shpreson se agjencitë e zbatimit të ligjit do të reflektojnë menjëherë për detyrimet e tyre kushtetuese. Asnjë përfaqësues politik, ligjbërës ose jo, nuk ka të drejtë të konsiderojë veten mbi ligjin dhe rendin kushtetues. Asnjë qytetar nuk ka përse të ndihet i dhunuar për faktin se vota e tij mund të mos numërohet. Është detyrë e institucioneve të mbikëqyrin zbatimin e ligjit. Kush flet ndryshe i bën një dëm të madh demokracisë dhe progresit.